Ndëruar xhamatli, jemi ende me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, hadithin e titulluar Hadithi Gjibrilit, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj Gjibrilit në pyetjet e tij mbi Islamin, mbi imanin, ihsanin dhe shenjat e Kiametit. U ndalëm sot tek dëshmia Ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, të dëshmosh se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguari i Allahut. Çfarë do të thonë kjo? A është fjalë goje? A është fjalë me të cilën ne dallohemi nga një komunitet prej tjetrit, apo është diçka më e madhe? Fjala Muhammed, i dërguari i Allahut. Allahu xhelle xhelaluhu me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam e ka sprovu këtë njerëzimin. Të gjithë njerëzit i ka sprovu me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Zoti jon te bareke ve teala i shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur nga pejgamberi alaihi salatu wassalam, se Allahu xhelali ka shpall atina: o Muhammed, kush të beson tyje, dil karshi me ta, karshi atyre që ka të besojnë. Dili Ebu Gjehlit dhe Ebu Lehebit dhe Umej ibn Khalefit, edhe shumë prej tiranve dhe faraonave të këtij ummeti, dilli u ti me mesazhin e Zotit xhelle xhelaluhu. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Furqan: "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Luftoj njerëzit me Kur'an, luftoj njerëzit me Kur'an, me një luftë të madhe. Than dietarët, si luftohen njerëzit me Kur'an? Veç prania e Muhamedit alayhi salatu wassalam ka qenë problem për këtë njerëzimin. Andaj është çupesh Bizanti dhe Persia, dhe janë çupesh këtë arabët kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i ka qenë njeri i cili s'ka pas pare, s'ka pas fuqi, s'ka pas diçka e cila e pan ata mbret, por se mesazhi me të cilin erdh e dinin njerëzit se ai është pejgamber. Andaj ishte prania e madhe e jehudive në Medinë. Dhe dietarët kur studiuan historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, than: çfarë i bëri jehudit pak para se me ardh Muhamedi alayhi salatu wasalam në Mekë, në kohën e tij, çfarë i bëri jehudit që të jenë afër Medinës? Jehudit ishin dushëtit në për dunja. Pak para se me ardh Muhamedi alayhi salatu wasalam, u vendosën në Medinë. Por çfarë arsye? Sepse në Tevrat u shënonte tekst: do të vjen pejgamberi i fundit në mesin e kodrave të zeza. Dhe ajo ishte Medineja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj me ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u trondit këtë bota, u trazu këtë bota dhe do të trazohet deri në Kiamet. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: çështja ime do të hyn në çdo shtëpi, prej tullave, prej pendave, prej lëkurës, çfarë do lloj shtëpie që kanë mendresh njerëzit, kudo që ata jetojnë, çështja ime ka me hi aty. Andaj çështja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka shku deri në Kinë, ka shku deri në Amerikë, ka shku në Rusi, ka shku në Afgan, ka shku deri në çoshtet dhe skajet e dunjajës. A ka dikun glob që nuk e njohin emrin Muhammed, profeti i Zotit? Jo. Kjo çka argumenton? Argumenton për fjalën e Zotit xhelle xhelalu në Kur'an, në surën El-Fath: Muhammedun Rasulullah. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Muhamedi është i dërguari i Allahut. E tani na si musliman që kena thonë neshhedu, dëshmojna se Muhamedi sa më është i dërguari i Allahut. A është kjo fjalë goje? A është fjalë goje ti mendon? O quni perandori si perandoria e romakve dhe perandoria e persianve dhe perandorit e arabve, dhe janë quhe plot prej popujve të hershëm, sindë, e mongol, e tatar, janë quhe me luftu këtë mesaj. A mendon se ti është fjalë goje? Nuk është fjalë goje. Nuk është fjalë goje. A mendon se është fjalë goje një fjalë pa të cilën nëse nuk e realizon nuk hin xhenet? A është fjalë goje kjo? Një fjalë pa të cilën ti nuk mundesh me hin xhenet, a mendon se është fjalë goje? Jo. Andaj thanë dietarët, haki Muhamedit sa më shumë i madh. E cila janë hakët na i përmendën. 10 hake për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Me dash Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, me besuni ha, so pejgamber. Me dash ata, mi u bind atij, mi u bot tabi atij, me e mor për irnak, me respektua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me ja madhru çdo çështje që ka të bëjë me ta sallallahu alaihi wasallam, me ja dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kan, me ja dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam familjen, edhe me ja dash sahabët, edhe me qu salavate mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Folën për shumicat për këtyre, në kanë mbet vetëm këto ditë fundi, për të cilat shumë shkurtimisht nga se koha e nxehtë. Me ja dash familjen, sahabët dhe me çu salavate. E ka transmetuar Imam Buhariu hadithin nga Abu Bakr as-Siddiqu radhiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiqu e ka pas çikën e vet gruajt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çikën e vet gruajt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha. Tha Abu Bakr as-Siddiqu radhiyallahu anhu: "Urqubu, kini kujdes fi ehli an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Rujuni shumë kur të flitet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gruajën e tij, apo bashkëshortët e tij, apo familjen e tij, sepse familja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka hak të madh tek besimtarët. Për hakit të madh Allahu e ka bërë gratë e tij nanat muslimanëve. Në Aishën e kena nan, Safijen e kena nan, Zenebin e kena nan shpirtërore, nan e cila ka qenë gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej hakeve të mëdha pejgamberi është mi atash familjen. Në ditë për ditëve Omar Khattabi e pyeti çikën e vet, "Tha oj çika jeme, po du me të vetë diçka." Tha urdhë bab, tha na kur na kon Mekë, gruaja s'ka guxu shumë me na bë fjalë, s'ka guxu shumë me na bë polemik. Tash kur kemi ardhur këtu në Medinë, diçish këto gratë tona pak e kanë marrë çfarë hujumi, po na shtyjen, po rrokën me neve, pishtin fjalët me burrin. Tha kjo s'ka qenë tradita jonë. A mos vallja ndikun nga gratë e Medinës? Qysh e di këtë punti? E veti çikën e vet. Tha po bab, këtu në Medinë gratë pushtishin ka pak me burrat e vet. Tha, a pa atëherë ka kanë ndikuar për gravet të Medinës? Pastaj Omeri i tha një nasihat çikës vet. Tha oj çika jeme, këtë rregull. Domethënë kanë ndikuar gratë tona për gravet të Medinës. Këtë rregull. Po tha ki kujdes ti oj çika jeme. Mos u ndikopi gravet të Medinës, se ti je gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E mundesh mu shkatrua. Shiko, Omeri, edhe e dim kush është Omeri. Ka qenë njeri me seriozitetin më të lartë. Dhe e pyeti tha, "Çka ka puna grave? Pse kanë çukrije?" Në fund i tha, "Oj çika jeme, po s'ka dert, ama ruju ti." E pse më ruj ti? Se ti je gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pak e nervozon ata, reagon Allahu xhelel xhelalu. Sikur që reagoi Allahu te bareke ve teala, një herë ja prishën gratë vetë. A mundesh me para mendu? Allahu xhelel xhelalu për hakin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veç një herë. A dini për çka? Për Yemek. Për Yemek e kanë bëni çfarë manovre të vogël Aisha me një gruaje tjetër pejgamberit Hafsën. Mi thon pejgamberi kishte po të vjen Raqep. Kishte që hëngër Yemek ku ka kep. Dhe pejgamberi se ka pas me Raqepën. Dhe u ka shqetësuar. S'kam hëngër kep, se po më thonë po vjen Raqep. Allahu ka zbrit ajete. Nalnu me shqetësimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu dhe Gjibraili dhe melaqët janë gati me mor hakin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, kundër kujna? Aishës. Ato u qetësuan minja, u çun pejkët sahabët. Kush ja ka prish pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Andaj puna e pejgamberit sa më shumë e madhe. Dush me dash ata dhe me ja dash familjen dhe me ja dash shokët. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tu'dhuni fi ashabi, mos u munonin shokët e mi, mos më shani shokët e mi. Andaj shija ti shani shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja dhash hakin çdo kujt që i ofendon shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit prej hakeve e që jemi në ditën e Xuma është ajeti që na lexojnë çdo Xuma. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Allahu dhe melaqet çojnë salavatë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë diskutuar dietarët sa herë në jetë apo në ditë apo në muaj e ka obligim muslimani me çu salavate. Sa herë në muaj e ka obligim me çu salavate. Kanë shku disa prej dietarëve siç është mëdhëbi Hambelive se e ka obligim me çu salavate 5 herë në ditë. Çdo namaz farz e ka obligim me thon Allahumma salli ala Muhammedin, Allahumma barik ala Muhammed. Dhe mëdhëbi më i lik, më i dopti mbi salavat e cili është se e ka obligim me çu një herë në jetë, një herë mimër. Dhe me dhebe mes këtyre ka plot. Apo, ndërsa hadithi më kërcënues nga ta është hadithin se kanë zirë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i shkoft huna zhag ati i cili e nin emrin tem Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe s'qon salavate.
Andë ndëruar xhamatli, s'ka vepër më të mirë që ti e bën se sa kur çon salavate. Erdhi shok te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, mëson mu lut, çish lutna. E mësoi pejgamberi dhe në mesin e lutjes ta dhe çon salavate. Ai tha, çoj edhe pak. Në fund tha ja Rasulullah, ata baj këtë dojën salavate për ty. A thon, o Zot, veç për Muhamedit sa, bekoj Muhamedit sa. Po. Tha po, dhe Allahu ka më dhënë, çka mendja nuk ta merr. Andaj ka thënë dietarët, kush çon salavate mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me dashni të plotë dhe respekt të plotë dhe ndjek sunetin e tina, Allahu i jep prej lutjes që ai s'ka ditë as mu lut për ta. S'diti me lip diçka që mund me dhanë Allahu te bareke ve teala. Andaj këto janë hakët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ne obligohemi me mësu për hakët e tina sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhene xhelalu dëshmin ton Muhammed Rasulullah ta ban dëshmi të vërtetë. Të dëshmi e cila buron nga zemra dhe del në gjuhë dhe vërteton vepra. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu na mundson që bashkëri si shoqëri të mëdhej dhe të vegjël t'ia japni hakin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu na mundson me jetu të jetën me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon.